Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim. Po fillojmë sot emisionin e radhës nga cikli i emisioneve tona me titull Rënjët tona. Sot kemi të ftuar miken e jashtëzakonshme të emisioneve tona. Kemi zonjën Elena Kocaqi, me gjitha ato tituj, me gjitha ato diploma, me gjitha ato gjutuaja, me gjitha ato vepra, botime të jashtëzakonshme që ka bërë. Do të thënë, i ka kushtuar jetën e saj botimeve, studimeve, ka bërë vepra gjigande për Pellazgët, për luftën e Trojës, për gjuhën, për ilirët, për albanët. Ka bërë një studim fantastik mbi regjistrat Osman, ka regjistruar gjithë, do të thënë, popullsinë sipas regjistrave, e ka pasqyruar në librat e saj, që çuditërisht në thonjza janë të gjithë shqiptar, janë të gjithë arbëror, zonja Kocaqi. Për Greqin vetë. Ka mbaruar për juridik, ka mbaruar me medalje të artë, historiane. Është pedagoge në Universitetin e Durrësit. Qa të them më tani, se për zonjën Kocaqi do plotësoj dhe në qikë zoti Guri dhe direkt. Jo, nuk kam qa plotësoj, se ajo është përplotësuar vetë. Me këto që ka bërë, me këto që ka shkujt, me këto që ka thënë, askush nuk... Fjalët janë të tepërta, zoti Guri. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, falenderoj të dyve, faleminderit për të gjithë vlerësimin, jeni shumë të mirë, ju falenderit për këtë, dhe unë u falenderoj që përpiqeni për të bërë për historinë e Shqipërisë, ku në fakt nuk e keni për detyre, ka detyrë akademia, institucionet që paguhen nga taksat e popullit shqiptar për ta bërë këtë, por që nuk e bëjnë dhe janë të detyruar që ta bëjnë të tjerët. E kemi detyrë morale në të tjerët. Zonja, kalojmë shpejt në pyetjen e parë. Ç'është për ju Aleksandri i Madh? Atëherë, Aleksandri i Madh në histori, dhe për mua është një nga njerëzit më të mëdhenj që kanë nxjerrë njerëzimi. Disa e mbajnë më të madhin, fatikisht hynë aty tek më i madhi për të veprës të tij, sepse në histori shihet vepra, çfarë ka bërë. Ato të tjerë që do të thoni ju ka pushtuar, se thonë është pushtues. Po mirë, dakord. Por ama bëri një perandori në një kohë shumë të shkurtër, dhe është një pushtues jo si gjithë të tjerët, një pushtues që i la zakonet, traditat, fen, kulturën e vendeve që pushtoi, madje shpesh edhe studimtarët që pushtoi, i la po në pushtet, por ai kërkonte të kishte supermacin dhe kishte lindur Aleksandri për këtë gjë, ishte edukuar dhe rritur me idenë e madhështisë që ai do të bëjë i madh dhe që ai do të pushtonte. Madje ai donte të pushtonte gjithë botën e asaj kohe, por bota e asaj kohe ishte e tillë që ai shkoi deri në Indi. Do në shkonte edhe më tej, madje duhet të them diçka para ta mbyll, që kur Aleksandri ka shkuar deri në Indi, ai thotë që kishte 2 val pushtimesh të mbarshme. Po nga raca e jon, domethënë e Pellazgëve dhe Ilirëve dhe po që kishin shkuar deri atje dhe ai gjeti për shembull në Indi vende që ishin për shembull vendi Lumi Guras, sepse Lumi thoshte ishte me gur dhe ishte vështirë për t'u kapërcyer. Ai gjeti një federatë që quhej Federata e Tomorit, diçka e tillë, në që mua më ka bërë shumë përshtypje. Po, dhe që ishte një federatë, por në atë vend që ishte Lumi Guras. Kështu që kishte disa gjëra që tregojnë që Aleksandri ishte nuk ishte pushtues i parë i Indis nga Evropa, por ishte pushtues i tretë. Dhe sot e kësaj dite, zonja Elena, ndodhet një fis atje që në një vend që quhet Hunza, sepse atje është një vend tamam si Hunza, sepse shikoj Aleksandri lindte ushtar. Sa në çdo vend bënte një qytet dhe lindte ushtar të vetë që ta administrojnë qytetin bashkë me gratë dhe fëmijët e tyre, sepse ata një pjesë morën një pjesë i morën familjet, një pjesë krijuan familje atje, u vendosën kolon dhe ata në kolonët që janë në përgjithë qytetet. Edhe sot e kësaj dite flasin shqip. Është për të studiuar fatikisht një pjesë, por toponomia për shembull Hunza dhe kjo kalash lidhet shumë me duke qenë emisioni dinamik. Një pyetje shpejt. Para se të thuash që Aleksandri me studimet tuaja është shqiptar. Pyetja është, a ishte Maqedonia njësh apo e njësuar apo pothuajse siç është e Piri Iliria, a ishte Maqedonia Albania? Maqedonia përbëj nga fise ilire. Pra fiset që përbënin Maqedoninë ishin fiset ilirëve, të epirotëve, dhe në fund kur Filipi pushtoi gjithë atë territor mori edhe disa fise trake që ishin po e njëjta shtresë etnike me ilirët dhe me epirotët. Dhe nëna e Aleksandrit ishte nga Epiri, nga Shqipëria e Jugut, po, edhe nga Sazani. Edhe babai ishte ilir, nga Aleksandri kur u zu me Filipin, erdhi te ilirët në Shkodër ndonjë vit. Apo Pirru atë njëjtin gjë.
Nga shkoj Pirro, pse vindet e Ilirët? Po se ishin i njëjti gjak, pra ishin i njëjti dhe në mesjet. Ajo që është shumë interesante, unë për emrin e Maqedonisë dua të them, ndalem vetëm një se ka shumë rëndësi historike. Të gjithë rendin sot është bërë një shtet i Maqedonisë Veriut, zirret me këta grekët që jo Maqedonia e Jugut, jo Maqedonia e Veriut. Maqedon në historinë e njerëzimit quhen vetëm shqiptarët. Absolutisht asnjë lloj etniciteti tjetër. Marrin burimet bizantine, marrin burimet sepse aty dalin shqiptarët e burimet bizantine, të gjitha fizet shqiptare. Dhe ata i quajnë vetëm Maqedon shqiptarët. Marrin për shembull librat e korifeve tan, siç ka qenë Barleti, siç kanë qenë të gjithë ato që kanë shkruar Frank Bardhi, ato e lidhin pikërisht Maqedoninë me etninë shqiptare, por edhe burimet e huaja, regjimentin Maqedon, për shumë këmbësori Stratioti qonin shqiptarët, ose të përkurbua. Ata shqiptarët e Peloponezit, shqiptarët e Shqipërisë, quhen tërë me emrin Maqedon. Dhe te libri i mirëkurbuar Izani Koronit. Po, aty që e kemi Maqedon flas këtu për shqiptarët, e kanë fjalën për shqiptarët. Por për Maqedon, për shqiptarët. Edhe vetë të gjitha këto burimet historike tregojnë shumë qartë që Maqedoni janë vetëm shqiptarët. Tani shqiptarët sot, ti thua ti shqiptarit sot, ti je Maqedon, ai të fillon të mërzitet, të zëmrohet, të bëhet, sepse mendon se ti po e identifikon me slavët, po shkrirë e kanë slavët me 4000 vjet histori. E kupton, shiko sa dinak që janë, i kanë bërë shqiptarët të urrejnë identitetin kur Skënderbeu, apo Aleksandri II i Yni, sepse Skënderbeu Aleksandr do me thënë, mbante që unë jam princi i Maqedonisë dhe princi i Epirit. Dhe jam alparsar si Aleksandrit Madh, kështu që në një farë mënyre e kuptojmë se sa mbrapa jemi në me historinë dhe me vidhjen kombëtare sot në raport me Skënderbeun shekun e 15. Po, nëse lidhur me gjenealogjinë e tij emës Aleksandri Dolimbin. Po. Çdo shqiptar është i vetëdijshëm. Mirtale ka pas origjinale emrin. Mirtale. Unë thash Olimpia Mirtale. Mirtale, po. Jo, po gjithë dim që është nga dinastia e Epirit, e Epirote. Po për teatrin Aleksandrit, a mund ta thuash për teleshikuesit? Po patjetër. Thuash dy fjalë si vjen origjina, pse Maqedonia. Nga Lynkes të vjen e jema. Domethënë kur kanë pasur konflikt, domethënë e jema e Filipit, flasim se pati 3 fëmijë ajo, Filipin që mori Fronin, dhe ajo ishte, thot, po të shikosh Platonit e Moralia, thot është gruaja që ka futur edukimin në shpinë e Maqedonëve, në dinastinë Maqedone, sepse ajo i edukoi fëmijët. E jema, po, Euridikja, për ta theksojmë për teleshikuesit. Po pra zona e, Ori, Pogradeci, Librazhdi. Ajo zona aty, është zona ku e jema, Filipi vinte, kishte 2 teori. O vinte nga një dinasti e cila ishte nga Herkuli, Herakli, që këta e marrin si pasardhës e tyre. Tani marrim në histori dhe futemi kush është Herakli. Atëherë marrim Ylli, biri i Heraklit, thotë ai është i lirë. E marrim Heraklin ose Herkulin nga të gjitha linjat, të del vetëm i lirë. E marrim nga ana e frikëve. Frikët kanë i ka Durrësi, shkuan Troj, nga Troja në Peloponez, dhe nga Peloponezi doli Herkuli që erdhi prap në Durrës. Ata që bën koloninë e Durrësit dhe të Apollonisë dhe të asaj, ishin se nuk i qasin këta po mos ishin se del dhe nga ADN-ja. Ishin pop i lirë dhe pellaz që u kthyen bëna xhiro dhe erdhën prap aty në Durrës. Ta plotësojmë për televizionin. Edhe në lidhje me një dinasti tjetër që është Orestëve, që mendohet se mund të jetë nga ata, po ata janë Epirot prap. S'ke ku e çon, kudo ku ta çosh është e njëjta gjë. Po, jo, vetëm për tani që frikët, me që thatë frikët, mendet i brigët e Durrësit. Po ata janë. Që kur ndodhi përmbytja e madhe, edhe nga ajo që jo se u friksuan, po atje ku vajtën në perëndim të Turqisë u quajtën të friksuarit, frigët. Pastaj po, sepse bëja me fën, zvendçoi njëra tjetrën edhe në shqiptim. Kështu që është e vërtetuar nga autorët antik që është i njëjti popull. Një pyetje tjetër, mundet për juve babai Aleksandrit të jetë nga Mati? Shiko, e Mathia quhej Maqedonia dhe duke qenë se zona aty kanë qenë me fise ilire, patjetër që ajo zona Madja është qytet historikisht Maqedoni. Nga burimet për shembull, po ta marrësh nga burimet historike. Madje vetë Aleksandri i Madh, po ti referohesh Frank Bardhit, po ti referohesh autorëve tanë mesetar, thuhet që ka lindur në Pela, e cila është Petrela, po që përballë Petrelës në fakt është një qytet antik që kemi shkuar në Fredi atje, historik,
Ai që është përballë Petrelës me ato kurrë gjigant dhe që ka qenë një rezidencë e mbretërve e lirë dhe mendohet që aty të ka lindur Aleksandri dhe unë pash pak fatikisht se në cilën kohë kishte pushtuar Filipi atë, Filipi e kishte pushtuar atë kështjell aty 2 vjet para se lindte Aleksandri dhe Aleksandri ka lindur pas 2 vjetësh. Kjo do të thotë që është shumë e mundur që Aleksandri të ketë lindur aty, sepse në atë kohë ajo ka qenë kështjell që ka qenë pjesë e perandorisë maqedone. Edhe emri ose e mbretërisë maqedone të kohës Filipit II. Petrela, ata thonë që është pikërisht vendimi i Aleksandrit të Madh. Një pyetje për të treguar atë, do të më kam bërë përshtypje tek veprat kur kam lexuar për jetën e Aleksandrit të Madh, disa vepra. Ai ka qenë shumë fisnik në shpirt, domethënë maman e Darit, ai e trajtoi si maman e vet. Jashtëzakonshëm, nuk kanë histori shembull të tillë. Domethënë një kjo, e dyta, ata që vran Darin ai e ekzekutoi. Po. Si e shpjegoni, Atëherë, në momentin që dinastia mbretërore ra në duart e Aleksandrit, të gjithë u friksuan se ky do t'i vriste, siç bënin ushtrit para, do t'i përdhunonin, t'i bënin se kështu bëshin ushtrit. Nuk lejonte asnjë përdhunim nga ushtarët e vet. Të votasve, s'ka ndodhur.